Surja Jusuf Mekase 111 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirë plotit. Elif, Lam, Ra. Këto janë vargjet e librit të qartë. Ne e zbritëm këtë Kur'an në gjuhën arabe për ta kuptuar ju. Ne të tregojmë ty, Muhammed, historinë më të bukur përmes shpalljes së këtij Kurani, ndonse ti me të vërtet nuk ke qenë në dieni më parë. Kur Jusufi i tha babait të vet: "O baba im, unë pash në ëndër 11 yje, diellin dhe hënën. I pash të më përuleshin në seçde." Ai i tha: "O biri im, mos u atrego ëndrrën tënde vëllezërve të tu, që të mos kurdisin ndonjë gjë kundër teje, sepse vërtet djalli është armik i hapët i njeriut. Dhe kështu, Zoti yt të ka zgjedhur ty dhe të mëson shpjegimin e ëndrave dhe e plotëson dhuntinë e vet ndaj teje dhe familjes së Jakubit, ashtu siç e ka plotësuar më parë ndaj të parëve tu, Ibrahimit dhe Ishakut. Padyshim, Zoti yt është i urtë dhe i gjithdijshëm." Për të gjithë ata që pyesin në historinë e Jusufit dhe të vëllezërve të tij, ka shumë mësime. Vëllezërit e tij thanë: "Jusufi dhe vëllai i tij janë më të dashur se ne për baban ton, ndërkohë që ne jemi një grup i tërë. Babai ynë me të vërtet po gabon. Vriteni Jusufin ose braktiseni në ndonjë vend të largët, se pastaj babai juaj do të kthehet nga ju dhe pas kësaj do të bëheni njerëz të mirë." Njëri prej tyre tha: "Mos e vrisni Jusufin, por hidheni në fund të ndonjë pusi. Do ta marrë ndonjë karvan, nëse për një mend doni të bëni diçka me atë." Ata thanë: "O baba ynë, përse për Jusufin nuk ke besim te ne? Në të vërtet, ne i dëshirojmë çdo të mirë atij. Dërgoje nesër me ne që të argëtohet dhe të luaj, të sigurojmë se do ta ruajmë." Babai tha: "Unë brengosem po ta merrni dhe kam frikë se mos do ta haj ujku, ndërkohë që ju s'do ta keni mendjen tek ai." Ata thanë: "Si do ta haj ujku kur ne jemi një grup i fortë? Atëherë, me të vërtet që ne do të ishim të humbur." Pasi e morën, vendosën që ta hidhnin në fund të një pusi dhe ne i shpallëm Jusufit: "Ti do t'i lajmërosh ata për këtë vepër, pa e vënë re ata që ti je Jusufi." Dhe në mbrëmje, ata shkuan te babai i tyre duke qarë. Thanë: "O baba ynë, ne shkuam të vrapojmë e Jusufin e lam te rrobat tona, andaj e hëngri ujku. Por ti nuk na beson, edhe pse themi të vërtetën." Dhe sollën këmishën e tij të përgjakur, me gjak të rrem. Ai tha: "Nuk është kështu, por ju keni sajuar diçka tjetër nga sa thoni, por durim. Allahut i kërkoj ndihmë kundër asaj që po tregoni ju." Ndërkohë, në pus erdhi një karvan. Ata dërguan ujëmbartësin e vet dhe ai lëshoi kovën e tij dhe thirri: "O sa gëzim! Qen ka një djalë." Ata e fshehen atë si plaçk tregtie, por Allahu e dinte mirë çfarë bënin ata. Ata e shitën Jusufin me një çmim të ulët, veç disa grosh, pa pasur fare lakmi për para. Një njeri nga Egjipti që e bleu i tha gruas së vet: "Bëja të këndshëm qëndrimin këtu. Ndoshta do të na shërbej ose do ta birësojmë." Dhe kështu, ne e vendosëm Jusufin në atë tokë të bukur dhe i mësuam shpjegimin e ëndrave. Allahu ka kontroll dhe fuqi të plot mbi çështjet e tij, por shumica e njerëzve nuk e din. Kur Jusufi arriti moshën e pjekurisë, ne i dham aftësinë e të gjykuarit dhe dituri. Kështu i shpërblem ne punë mirët. Por ajo, në shtëpinë së cilës gjendej ai,
nisi ta josh në kundërshtim me dëshirën e tij. Ajo ja mbylli të gjitha dyert dhe tha: "Jam e gatshme për ty." Kurse ai tha: "Allahu më ruajt. Me të vërtet, Zoti im ka treguar kujdes për mua dhe pa dyshim keqbërësit nuk do të shpëtojnë kurrë." Ajo e dëshiroi atë, por edhe Jusufi do ta kishte dëshiruar atë, sikur të mos kishte parë provën e Zotit të vet. Kështu e larguam nga e keqja dhe vepra e shëmtuar, sepse ai në të vërtet ishte nga robërit tanë të sinqert. Që të dy vrapuan nga dera dhe ajo ja shqeu këmishën atij nga mbrapa. Te dera, ata hasën burrin e saj. Ajo tha: "Çfarë dënimi meriton ai që kërkon t'i bëj të keqe grua sate, përveç burgosjes apo dënimit të dhëmshëm?" Jusufi tha: "Ajo provoi të më joshte. Një i afërt i saj që u gjend aty pohoi. Nëse këmisha e tij është shqyer përpara, atëherë ajo thot të vërtetën, kurse ai gënjen. Por nëse këmisha e tij është shqyer prapa, atëherë ajo gënjen, ndërsa ai thot të vërtetën." Kur burri i saj pa se këmisha e Jusufit ishte shqyer nga mbrapa, tha: "Patjetër që kjo është një nga dredhit tuaja të femrave. Në të vërtet, dredhit tuaja janë të mëdha. Ti, o Jusuf, largohu nga kjo, kurse ti, gruaja ime, kërko falje për këtë gjuna, sepse në të vërtet ti je fajtore." Disa gra të Paris në qytet po thoshin: "Gruaja e Azizit, ministrit, deshi ta joshte shërbëtorin e vet. Asaj i ka rënë vërtet në kokë dashuria për të. Ne besojmë se ajo e ka humbur fare." Kur dëgjoi për thashethemet e tyre, ajo i thirri ato në gosti, çdo njerëz i dha nga një thik dhe i tha Jusufit: "Dil para tyre." Kur e pan, gratë u mahnitën nga bukuria e tij, prejnë duart dhe thanë: O Zot, ky nuk është njeri, por qenë ka një engjëll fisnik." Ajo tha: "Jo, ky është ai për të cilin ju më qortuat. Jam përpjekur ta josh, por ai është ruajtur nga gjunahu. Por nëse ai nuk bën atë që e urdhëroj unë, me siguri që do të burgoset dhe do të poshtërohet." Ai tha: "O Zoti im, më shumë e dua burgun se atë ku më shtyn ato. Nëse ti nuk e largon prej meje dredhin e tyre, unë do të prirem drejt atyre dhe do të bëhem nga ata që nuk i din ligjet e tua." Dhe Zoti e plotësoi lutjen e tij dhe e shmangu nga dredhit e tyre. Me të vërtet, ai dëgjon dhe di çdo gjë. Pastaj u ra ndërmend atyre pasi i pan shenjat e pafajësisë së Jusufit, që ta burgosin për një kohë, në mënyrë që ngjarja të mos përhapej në popull. Bashkë me Jusufin hynë në burg edhe 2 djelmosha. Njëri prej tyre tha: "Unë kam parë në ëndër veten se si shtrydhja verë." Tjetri tha: "Unë kam parë në ëndër se si mbaje në kokë bukë, të cilën e hanin shpendët. Shpjegona kuptimin e ëndrave. Ne, me të vërtet shohim se ti je njeri i mirë." Jusufi tha: "Sa herë që t'ju vi ndonjë ushqim në ëndër, si risk për ju, unë do t'ju lajmëroj se çfarë kuptimi ka, para se të bëhet realitet. Kjo është prej diturive që mi ka mësuar Zoti im. Unë e kam flakur fenë e njerëzve që nuk besojnë Allahun e që mohojnë jetën tjetër. Unë besoj fenë e të parëve të mi, Ibrahimit, Ishakut dhe Jakubit. Ne kurrë nuk mund t'i shoqërojmë Allahut ndonjë gjë në adhurim. Kjo është dhuntia e Allahut ndaj nesh dhe njerëzve të tjerë, ndonse shumica e njerëzve nuk janë mirënjohës. O shokët e mi të burgut, a janë më mirë një mori zotash të ndryshëm, apo Allahu, i vetmi,
nga dhënjimtari. Ata që ju i adhuroni në vend të Allahut janë vetëm emra, të cilët i keni vënë ju dhe të parët tuaj, pa pasur prej tij asnjë argument. Vendimi i përket vetëm Allahut. Ai ka urdhëruar që të adhuroni vetëm atë. Kjo është e vetmja fe e vërtet, por shumica e njerëzve nuk e di. O shokët e mi të burgut, njëri prej jush do t'i shërbej verë pronarit të vet, kurse tjetri do të kryqëzohet e shpendët do të hanë prej kokës së tij. Kështu është caktuar kjo gjë për të cilën pyetet ju. Jusufi i tha njerit prej këtyre të dyve, për të cilin e dinte se do të shpëtonte: "Përmendë mua te pronari yt." Por djalli bëri që ai ta harronte ta përmendete te pronari i vet, dhe kështu Jusufi mbeti edhe disa vjet në burg. Dhe tha mbreti: "Kam parë në ëndër 7 lopë të majme, të cilat po i hanin 7 lopë të dobta, dhe kam parë 7 kallinj të gjelbër e 7 të tjerë të tharë. O paria ime, më shpjegoni ëndrrën time, nëse dini ti interpretoni ëndrat." Ata thanë: "Këto janë ëndrat nga të ruara e ne nuk dim t'i shpjegojmë." Njërit nga ata të dy që shpëtoi nga burgu ju kujtua pas një kohe e tha: "Unë do t'ju njoftoj për shpjegimin e kësaj ëndre, vetëm më dërgoni te Jusufi." Shërbëtori i tha: "O Jusuf, o njeri i drejt, na shpjego ëndrën për 7 lopë të majme, të cilat hahen prej 7 lopëve të dobta, dhe për 7 kallinj të gjelbër e 7 të tjerë të tharë, që të kthehem te njerëzit e ta din edhe ata." Jusufi tha: "Do të mbillni 7 vjet rresht. Prodhimin që do të korrni, lëreni në kallinj, përveç një pakice që do t'ju shërbej për të ngrënë, sepse pastaj do të vijnë 7 vite të thata, të cilat do t'i harxojnë ato që i keni ruajtur ju, përveç një pakice që mund të kurseni. Pastaj, pas këtyre, do të vijë një vit plot shi për njerëzit, vit në të cilin ata do të shtrydhin rrush e tjerë." Mbreti tha: "Silmani atë." Kur Jusufit i erdhi i dërguari, ai i tha: "Kthehu te mbreti yt e pyete: Ç'patën ato gra që prejnë duart e veta? Me të vërtet, Zoti im i di dredhit e tyre." Mbreti u tha grave: "Si që puna juaj kur deshet ta joshnit Jusufin?" Ato thanë: "Allahu na ruajt, ne nuk dim asgjë të keqe për atë." Gruaja e Azizit, ministrit, tha: "Tani do të dalë në sheshe vërteta. Unë u përpoqa që ta joshe atë. Ai është vërtet njeri i drejt." Jusufi tha: "E kërkova këtë hetim që ta di ai se unë nuk e kam tradhëtuar gjatë kohës së mungesës së tij. Vërtet, Allahu nuk u jep fund të mirë dredhive të tradhëtarve. Unë nuk e shfaqsoj veten, sepse shpirti i njeriut është fort i prirur për të keqe, përveç atij që mëshiron, Zoti im. Me të vërtet, Zoti im është falës dhe mëshirë plot." Mbreti tha: "Ma sillni atë, do ta marr pranë vetes." Pasi bisedoi me të, i tha: "Qysh sot ti ke pozitë lartë dhe je i besuar?" Jusufi i tha: "Më cakto përgjegjës të depove të vendit, sepse unë jam ruajtës dhe njohës i mirë i këtyre punëve." Dhe kështu, ne i dham Jusufit pozit në atë vend, dhe ai kishte çfarë të dëshironte. Ne e shpërblejmë me mëshirën tonë, këtë duam, dhe punë mirëve nuk u humbim shpërblimin. Ndërsa shpërblimi i jetës tjetër është më i mirë për ata që besojnë dhe e kanë frikë Allahun. Dhe erdhën vëllezërit e Jusufit e hynë tek ai. Ai i njohu, por ata nuk e njohën.
Kur i furnizoi ata me ushqim të nevojshëm, u tha: "Më sillni vëllain tuaj prej babait. A nuk e shihni se unë ju a jap masën të plot dhe jam më i miri mikpritës? Nëse nuk ma sillni atë, nuk do të ketë më ushqim për ju dhe mos e jeni tek unë." Ata thanë: "Ne do të përpiqemi disi që ta sjellim nga babai i tij dhe do ta bëjmë këtë." Jusufi u tha shërbëtorëve të vet: "Ngarkoni barët në kafshët e tyre e u afusni brenda parat. Ata do t'i gjejnë ato kur të shkojnë te familja e vet, kështu që do të kthehen përsëri te ne." Kur u kthyen te babai i tyre, ata thanë: "O ati ynë, nuk do të na japin më ushqim, prandaj dërgoje me ne vëllain ton që të mund të marrim ushqim. Të sigurojmë se ne do ta ruajmë atë." Ai u tha: "A mos vallë t'ju a besoj juve, ashtu si që ju a pata besuar më parë vëllain e tij? Allahu është ruajtësi më i mirë dhe ai është më i mëshirshmi i mëshiruesve." Kur i qelën barët e tyre dhe gjetën të hollat e tyre që u a kishin kthyer, ata thanë: "O ati ynë, ç'dua më tepër? Këto janë gjërat tona, na janë kthyer. Ne do ta furnizojmë familjen tonë, do ta ruajmë vëllain ton dhe do ta shtojmë një barë deveje ushqim. E kjo është barë e lehtë." Ai tha: "Unë kurse si nuk do ta dërgoj me ju, derisa të betoheni në Allahun se do të ma ktheni, me përjashtim të rastit kur ju rrezikon ndonjë e keqe e madhe të gjithëve." Kur ata u betuan, ai u tha: "Allahu është dorëzënës për atë që flasim ne. O djemtë mi, mos hyni nga e njëjta portë e qytetit, por nga porta të ndryshme. Unë nuk mund të largoj prej jush asgjë nga ajo që ju ka caktuar Allahu. Se pushteti i përket vetëm Allahut. Tek ai mbështetem unë dhe tek ai le të mbështeten ata që dëshirojnë të jenë të mbështetur tek Allahu." Kur ata hynë në qytet, ashtu si që i urdhëroi babai i tyre, dëshira e Jakubit u përmbush, por kjo nuk i ndihmoi as pak paracaktimit të Allahut. Ai, Jakubi, në të vërtet ka qenë dietar i madh, sepse ne e kemi mësuar, por shumica e njerëzve nuk e di. Kur dolën para Jusufit, ky e afroi vëllain e vet Benjaminin dhe i tha: "Unë në fakt jam vëllai yt, dhe mos u hidhëro për atë që më bën vëllezërit tan." Pasi i furnizoi me ushqimin e nevojshëm, Jusufi shtiu një gotë të çmueshme në ngarkesën e vëllait të vet e pastaj një lajmëtar thirri: "O karvan, ju jeni vjedhës të vërtet." Ata u kthyen drejt tyre e thanë: "Çu ka humbur?" Thanë: "Po kërkojmë gotën e mbretit. Kush e sjell atë, ka shpërblim një barë deveje ushqim, unë për këtë jam dorëzënës." Vëllezërit e Jusufit thanë: "Betohemi për Allahun, ju e dini se ne nuk kemi ardhur të bëjmë turbullire në këtë vend dhe nuk jemi vjedhës." Ata pyetën: "E cili do të jetë dënimi nëse ju gënjeni?" Vëllezërit thanë: "Dënimi për atë në barën e të cilit gjendet gota është që të mbahet peng ai vetë. Kështu i dënojmë ne keqbërësit." Dhe nisi të kontrolloj barët e tyre para barës vëllait të Jusufit. Pastaj nxorri gotën nga bara e vëllait të tij. Kështu ne e mësuam Jusufin që ta bënte këtë dredhi. Ai sipas ligjit të mbretit nuk mund ta merrte për skllav vëllain e vet, përveç se me vullnetin e Allahut. Ne e ngrem lart atë që duam, e mbi çdo të ditur është një i gjithdijshëm. Bijtë e Jakubit thanë: "Nëse ka vjedhur, më parë ka vjedhur edhe vëllai i tij." Jusufi heshti për këtë dhe nuk shpalli gjë, por mendoi në vetvete: "Ju jeni në pozitë më të keqe. Allahu është më i dijshëm për ato që thoni ju." Bijtë e Jakubit thanë: "O ministër, ai e ka baban shumë plak, andaj merr ndonjërin prej nesh në vend të tij. Ne po shohim se ti je bamirës." Jusufi tha:
Allahu na ruajt, si të marrim atë tjetrin në vend të atij te I cili e kemi gjetur sendin ton? Atëherë ne me të vërtet do të ishim të padrejtë. Me që e humbën shpresën e të, Jusufin, u shpërndan dhe u këshilluan fshehur azi. Më I madhi nga ata tha: A nuk e dini që baba juaj ka marrë prej jush betimin në Allahun? Ju, edhe më pare keni shkelur betimin që bët për Jusufin. Nuk do të ndahen prej këtij vendi, derisa të më lejoj babai im, ose të më gjykoj Allahu, sepse ai është gjykatësi më I mirë. Kthehuni te babai juaj dhe thoni: O babai ynë, djali yt ka vjedhur. Ne dëshmojmë vetëm për atë që dim. Ne nuk mund ta parashikonim të panjohurën. Pyet banorët e qytetit në të cilin kemi qenë dhe karvanin me të cilin kemi udhëtuar, dhe ki besim se ne jemi të drejtë. Jakubi tha: Nuk është kështu, por ju keni kurdisur diçka. Unë do të kem durim. Shpresoj se Allahu do të mi kthej të gjitha, sepse ai, në të vërtet, është I gjithdijshëm dhe I urtë. U largua prej tyre dhe tha: O I mjeri unë për Jusufin. Syt I ishin zbardhur prej pikëllimit dhe ishte plot zemrim. Ata than: Për Allahun, ti po e përmend Jusufin pa pushim, sa që do të smuresh rënd, ose do të vdesësh. Jakubi tha: Unë dhimbjen time dhe pikëllimin tim ja paraqes vetëm Allahut, e nga Allahu di atë që nuk e dini ju. O bijtë mi, shkoni e kërkoni lajme për Jusufin dhe vëllain e tij, dhe mos e humbni shpresën në mëshirën e Allahut. Shpresën në mëshirën e Allahut nuk e humb askush, përveç jo besimtarve. Kur ata dolën para Jusufit, than: O ministër, ne dhe familjen ton e ka goditur një fatkeqësi e madhe dhe kemi sjell pak gjëra. Sidoqoftë, na e plotëso masën për ushqimin ton dhe na jep lëmosh, sepse Allahu I shpërblen dhënësit e lëmoshës. Ai tha: A nuk e mbani mend çfarë keni bërë me Jusufin dhe vëllain e tij kur ishit të paditur? Ata than: Vall, ti je vërtet Jusufi? Ai u përgjigj: Po, unë jam Jusufi, e ky është vëllai im. Allahu na mëshiroj. Atë që ruhet nga gjunahet dhe bëhet I durueshëm, Allahu e shpërblen, se ai kurrë nuk ja humb shpërblimin punë mirëve. Ata than: Betohemi për Allahun, vërtet që Allahu të ka ngritur ty mbi ne, dhe ne pas kemi qenë vërtet të gabuar. Ai u tha: Sot s'ka qortim për ju, Allahu do t'ju falë. Ai është më I mëshirshmi I mëshiruesve. Shkoni me këtë këmishë timen dhe vëreni në fytyrën e atit tim, e ai do të shoh, dhe mi sillni tër familjet tuaja. Kur karvani u largua nga vendi Egjipti, babai I tyre tha: Unë me të vërtet po ndjej erën e Jusufit, ndonse ju mund të më quani matuf. Ata than: Për Allahun, me të vërtet, ti edhe tani qëndron në gabimin e mëparshëm. Kur erdhi sjellësi I lajmit të mirë dhe ja vuri këmishën në fytyrë, atij ju kthye shikimi. Ai tha: A nuk ju kam thënë se unë di nga Allahu atë që ju nuk e dini? Ata than: O babai ynë, kërko falje për ne e për gabimet tona. Ne pas kemi qenë vërtet gjunaqar. Ai u përgjigj: Do ta lus Zotin tim që t'ju fal. Pa dyshim që ai është falësi dhe mëshirë ploti. Kur ata hynë te Jusufi, ai I afroi pranë prindërit e vet dhe tha: Hyni në Egjipt. Me lejen e Allahut, ju do të jeni të sigurt prej çdo të keqeje. Ai I ngriti prindërit e vet në fron dhe ata të gjithë ju përulën atij. Ai tha: O babai im, ky është shpjegimi I ëndrrësime të dikurshme. Zoti im e përmbushi atë.
Mua më bëri mirësi kur më nxori nga burgu, kurse juve ju solli nga shkretëtira, pasi djalli pati futur nga tres midis meje dhe vëllezërve të mi. Vërtet, Zoti im është i butë me këtë doj. Ai është i gjithdijshmi dhe i urti. O Zoti im, ti më ke dhënë pushtet dhe më ke mësuar shpjegimin e ëndrave. O krijuesi i qiejve dhe i tokës, ti je mbrojtësi im edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër. Bëj që të vdes si musliman dhe më shoqëro me punë mirët në botën tjetër. Këto janë disa nga historitë e fshehta, të cilat ne po t'i shpallim ty, o Muhammed. Ti nuk e qenë me ata kur vendosnin për punët e tyre dhe kur disnin dredhira. Shumica e njerëzve, sa do që të dëshirosh ti, nuk janë besimtar. Ti nuk po kërkon prej tyre kur farë shpërblimi për këtë. Ai, Kurani, është vetëm këshill për të gjithë njerëzit. Sa shumë shenja ka në qiej dhe në tokë, pranë të cilave ata kalojnë, pa u avënë veshin. Shumica e tyre nuk besojnë në Allahun, pa i shoqëruar atij njëkohësisht idhujt rrem në adhurim. A janë të sigurt ata se nuk do t'i godas një dënim gjithë përfshirës nga Allahu, apo që nuk do t'u vi pa prit mas ora, ndërkohë që janë të pavetëdijshëm? Thuaj, kjo është rruga ime, të ftoj drejt Allahut me dituri të plot, unë dhe çdo kush që më pason mua. I përlëvduar qoftë Allahu, unë nuk jam prej idhujtarve. Para teje, ne kemi dërguar vetëm burra nga banorët e qyteteve, të cilët i frymëzuam me shpallje. Vallë, a nuk kanë udhëtuar ata në përbot për të parë se si ka qenë fundi i popujve që kanë jetuar para tyre? Pa dyshim, bota tjetër është më e mirë për ata që e kanë frikë Allahun. Pra, a nuk kuptoni? Dhe kur të dërguarit gati e humën shpresën dhe menduan se do të shpalleshin gënjeshtar, atëherë u arriti ndihma jon. Ne shpëtojmë atë që duam, dhe dënimi ynë nuk smbrapset nga populli keqbërës. Në tregimet e atyre të dërguarve ka këshilla për ata që janë me mend. Ky Kur'an nuk është tregim i trilluar, por ai është vërtetues i atyre librave që janë shpallur para tij. Është shpjegues i çdo gjëje dhe udhërrëfyes e mëshirë për njerëzit besimtar.